Zjarfiksit vijojnë të jenë në teren, në zonën e farmacisë 10 në kryeqytet, në pallatin që u përfshin nga flakët për të shmangur çdo riaktivizim të mundshëm. Në ndërtesë shkatërimet janë të dukshme, mbi 30 apartamente kanë pësuar dëme të mëdha, ndërkohë që humbja ekonomike është e konsiderueshme edhe për banorët e pallatit Alis. Tani që flakët janë shuar, ngjarja sjell në vëmendje sigurinë e ndërtesave dhe cilësinë e materialeve të ndërtimit. Në emisionin Real Story, inxhinieri i ndërtimit Erald Kërluku tregon për elementet e sigurisë që pallati 12 katësh duhet të kishte. Jemi para faktit që e gjithë paketa e fasadës së ventiluar, që nga shtresa termike e deri ke fasada jashtme, nuk kanë pas certifikatën e lartë përmendur A1 ose A2. Do të thotë padjekshme. A1 është i padjekshëm. Membrana hidroizoluese që thot Beni, që është membrana difuzive, që lejon ajrimin e apartamentit jashtë e brenda, të cilën e bën aerosje natyrale për të cilën përdoret kjo fasadë, nuk ka qenë materiali i cili duhet të ishte kundër rezistencës zjarrit. Ka qenë i djegshëm, se unë s'kam parë fare membranë aty. Nuk ekziston një firmë ndërtuese pa një drejtor, i cili është eksperti kryesor i ndërtesës. Nuk merr dot leje ndërtimi pa atë. Pas atij të supervizori. Çfarë do që mund të ndodhi me në kontraktorin, janë këta të dy që certifikojnë për mirë apo për keq çfarë do lloj teknologjia apo materiali që po përdoret në ndërtesë. Në emision pati një reagim edhe të ndërtuesit të pallatit, Armand Lilo, i cili dërgoi kontratën me nën kontraktuesin e tij, ku sqaroi se kishte marrë garanci të përjetshme për fasadën se materiali panelit që do të përdorej do të ishte antizjarr. E gjithashtu kishte marrë garanci 25 vjeçare për cilësinë e bojës së panelit. Eksperti i pasurive të palueshme Orges Beti thekson rëndësinë e rritjes së kontrollit të ndërtuesve. Kontrollet shtuara për intensitet më të lartë, për llogaridhënie më të madhe, për një rrethësi ndaj ndërtuesve, për ndjekjen e proceseve, ka ndërtues shumë cilësor, të cilët bëjnë punime dhe vepra shumë më dha. Nga ana tjetër kemi edhe një pjesë të madhe të ndërtuesve, spekulantëve, problematikëve, të cilët duhet të dalin nga tregu. Policia ka ngritur një grup pune ku po heton ngjarje, ndërsa pritet një vlerësim i plot nga trupat inspektuese të Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial dhe IKMT-s për të përcaktuar shkaqet dhe dëmet e shkaktuara.